Mirëmbrëma dhe mirë arshi. Sot po fillojmë ne podcastin me titull Të flasim, por edhe të bërtasim për disa gjëra që ne na përkasin, disa gjëra me rëndësi të brezit ton në Angli, ardhë në fund vitet 90-2000. Disa erdhen vetë, disa me familje, i rritën fëmijët me dashni pa hile. Ca i martun, ca i shkollun, ca tjeri punësun, dhe brezi im, themi të vërtetën, ka me pak si hutu. Fillimi si shta as pak i letë, që në nisje furtun e vërtet. Skafe, gomona, trena, tragete, të prit për kamiona, kjo është histori në vete. Ma në fund, mbritja në Angli. Përballja e parë, kërkun me pritshmëri. Disa e qunë kampe, disave u dhanë sociale shtëpi, ca tjerëve me shpejtësi negative në dorë dhe mu këty në shtëpi. Pra fillimi si shta as pak i lehtë. S'kishim as një krah ku mu mbështet. Pa gjumë, pa zanat. Po u sajum dyqysh vetë. Mbijetesa ishte gjerë në flijim. Shumë, po shumë e vështirë se sa një fillim. Dhe në mes të gjithë kësaj, ne mbajtëm gjithë shka në kam. Punën, familjen, fëmijët, po dhe diçka shumë të rëndësishme që kishim lanë mrapa, babë e nanë. Ky podcast nuk është për të hapë plak vjetra, po për t'i thonë ca të vërteta. Nuk folëm asnjëherë për veten, sakrificat që u bën bashkë me heshtjen. Nuk folëm as për ato burra e gra që dhanë gjithçka për familjen, ju dhanë më të mirën fëmijëve, dashnin dhe dije. Po nuk folëm as për disa tema sociale. Vitet e fundit fliten si shumë pagajle. Janë imponuese, dhënuese dhe shumë diskriminuese. Nuk folëm për vetë familjen, përballja, sidomos në këtë kohë me fëmijët, divorcet e shumta, problemet në qift. Po do flasim edhe për integritetin. U përpoqëm shumë. E arritëm në realitetin? Po do flasim edhe për identitetin tonë si shqiptar, që bazohet në 3 shtylla në radh parë. Gjua shqipe, zakonet dhe respekti, këtu futet edhe komuniteti. Qa është bon? Qa po bëhet dhe qa do të bëhet në të vërtet? Hajde, ta diskutojmë këtë temë të nxehtë. Por, do flasim edhe për këtë shtemë. Këto kohët e fundit shumë po bërtet. Hajde këtu se na ke rrejt. Thu ti si ishin këto që 20 vjet, që na i dhanë letat po me dorë të vet. Po m'duket, këto kanë met pa pare, e kanë kthy në biznes dërzo statusin, ndryshe s'ke qarë. Flasin e bërtasin shumë këto kohët e fundit, s'kan qa i bëjnë patkojit e i bimë thumit. Hyll pa dera kërkun nuk ka. E keni egzageru me shqiptarët, o vlla. Por, do flasin edhe për shtetin shqiptar. Ka mos e ka bo mullar. Kemi dhanë shumë, po shumë për atë vend. S'na kthejet qoftë as të dhe një sen. Se rollatët mi janë nej, për një copë letër du të me bo betej. Dhe në fund, pyetjen ja bëj vetit. A jemi ne ato të vërtetit? Po unë, ku jam gjithë këtë histori? Të se di, as vetë se di.
Në qoftë se e nini vetëm këto që ju tha, jeni të mirëpritur në këtë mejdan. E di se shumë prej nesh e kanë shumë vështirë, po kërkush s'na ndalon me e thanë fjalën e lirë. Për pak kështu harru. Një shok i jemi filloi me më këshillu, e më tha: "Këtë radhë tha ki me dalë bllaf, se ai gjati ka me taftoft. S'ka që më bën humër djalë, se këtë radhë unë ja kam kallë." Pse pyeti ai me kureshtje? Është e vështirë më marrë me këtë çështje. Për një gërm që ti se vë, fjala flasim bëhet flasim, dhe ne do e vazhdojmë podcastin. Me respekt e shumë dashuri, ju ftoj të gjithëve në këtë shtëpi. Faleminderit. Unë këtu kam një poezi nga Petrit Ruka. Është i ndjeri shkreti, ka ndru jetë vitet e fundit më duket. Edhe për kënaqësinë tonë dhe të atyre që na njekin edhe do të na njekin, po e lexoj, nuk e di. Bab në ikëm quhet. Është shumë Bab në ikëm. Në ikëm. Është shumë për ato që ka diskutuar ne. Emigracione, kohë moderne, përshtatje, njerëz që ju ka hup rruga në borë, e kupton shprehjen ajo? Baba, ne ikëm. Shtëpinë e braktisëm. Një kohë regjinjesh jeton gjithë bota. Dhe foton tonë nga muret e zbritëm. Si drënje pa lot, vendosëm tek porta. Ikëm ore ikëm, vendlinjen e vram. Në metropole që mblidhen si punë i riqve. E ke parasysh kur e vjelin një pemë dhe mblidhet të ngjishe si në vargjet e fiqve? Unë gjeshëm këtej, në për hallet e reja. E humëm dhe barin, dhe gjumin, dhe këngën. Gjithçka e gatshme në dyqane luksoze. Dyqan psikologu, që të kallajis dhe zemrën. Ne ikëm dhe varën ta kyçëm në një video. Të dielën të takojmë, në xhamin vizual. Në mend i vëm lulet, 2 lot, një cigare. Jetojmë me simbole, baba, në një botë me manual. Në fshat nuk shkojmë, e kemi me vetëm. Tani ne gjithçka e mbajmë në një kuti. Kjo kutia, baba, e ka emrin kompjuter. Në xhamin e tij takon çdo njeri. Në xhamin e tij gjen nuse, bondasëm, pull djem të vllajt në tjetër kontinent, dhe nana në qan me mijëra kilometra. Kur e futi në varr, me video, konferencë. Ne baba do bëhemi kur të vim, ne bashk do bëhemi aty kur të vim poshtë. Këtu lart, aha, u ndam për jetë e për mot. S'të shkruaj më shumë, se ti e di mirë, qellovaj dobet dhe mbytëm në lot. Nuk dim ku shkojmë, s'ka kohë të mendohesh. Nxitojmë nga që thjesht është në modë nxitimi. Një kohë regjinjesh jeton sot gjithë bota. Ik edhe thur, ka nis trapiklimi. Bravo se këllësh. Kup me helm me ishe, kup me mjalt më bane. Pa ftesën tënde erdha, me o kthy kur s'më ndale. Me sy me t'pa, me jetë me t'peshu, a jetë ti bukuri ma e ran, a jam unë për ty. A me rëndon ti mu, kur nuk ta kam thanë, por unë vete di, se bukën ta ha dhe bukën ta përmbës, ti nuk më ke faj, që jeta me met në gjys. Londër, ti bukuresh sërkadhe, meriton ma shumë vargje, me dashni ma të madhe, e bukra e dheu të në verë,
dimnit më jep herri, as jam ajo që t'la dhe as ajo që rri. Të gjithë të han bukën, por të gjithë si ke meq, dolli për ty me kupën që edhe prej teje vështirë me ik. Londër me vonesë të gjatë, por edhe me ty kam rënë dashni. Faleminderit.